Të gjitha falënderimet, adhurimet tona vëllezër i takojnë Allahut, Zotit gjithësisë. Sepse askush nuk ka autoritetin, pushtetin, askush nuk e ka meritën për ta adhuru përveç se Zotit xhelle xhelaluhu. Pra atij i takojnë gjitha lëvdatat për uljet tona, edhe të gjithë krijesave, vetëm Allahut, Zotit gjithësisë. Mëshira Allahut qoftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, të cilin na e dërgoi me Kur'anin, dallues i të vërtetës nga shtrembra deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe mbi familjen e tij të pastër, të cilat i ndihmon Resulullahu të gjithë. Mëshira Allahut qoftë edhe mbi shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ata e ndihmon këtë din, e vazhdojnë këtë din edhe mbas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mëshira Allahut qoftë përmbi të gjithë ju që jeni në këtë din, që vazhdoni në këtë din dhe i ndihmoni këtij dini deri ditën e gjykimit, edhe ata që do vënë mosnesh, Allahu i mëshiroft dhe i bekoft. O vëllezër besimtarë dhe jo besimtarë, falenderojmë Madhin Zot që na bashkoi në këtë ditë xumaje, edhe inshallah këtë adhurim, këto këshilla të na bëjnë nabi për jetën e kësaj bote dhe për jetën tjetër në ahiret. Të gjithë dëgjuat një ajet Kur'anit, në të cilin ajet përmbledhen një 4 urdhna të Zotit xhelle xhelaluhu. Edhe keni parasysh që është fjalë e Zotit. Thamë që ky libër e dallohet vërtetën nga shtrembra. Edhe librat e tjerë që Allahu ju ka dhënë dërguesve të tjerë, të njëjtën gjë kanë bërë. Edhe ata kanë dalluar vërtetën nga shtrembra, pavarësisht se njerëzit kanë devijuar. Kanë dashur ta përzihen atë shtrembën për ta mundur të vërtetën, por Allahu xhelle xhelalu thotë jo. E vërteta do të vazhdoj, libri i Zotit do të vazhdoj derisa të jetë jeta në këtë botë. Thamë që përmenden një 4 urdhna të Zotit xhelle xhelalu. Wa abudullah wa la tushriku. Adhuroje Zotin dhe mos i shoqëro atij asnjë gjë në adhurim. Pra që do të thotë me sinqeritet, me pastërti, duke menduar që vetëm atij shtrihet dora dhe i bëhet adhurimi. Edhe nuk ka më tjetër të barabartë të ngjashëm me Allahun xhelle xhelaluhu. Pra, masi ta kuptosh këtë vërtet të madhe, bindesh, atëherë Allahu thotë wa'budullaha wa la tushriku. Adhurojeni Zotin me sinqeritet, edhe mos i shoqëroni atij asgjë. Ve bil validejni ihsana. Po njëkohësisht thotë edhe prindërve tuaj bëj mirë. Kujdesu për ta. Shumë. Ve bidhil kurba wal yatama. Po edhe ata që i ke të afërm, thotë Zoti xhelle xhelaluhu, i ke amanet. Kujdesu. Po njëkohësisht fundi i ajetit edhe për jetimet. Në fakt, në një 2 fjalë për jetimet deshim t'i thoshim sot. Pra 4 urdhna që janë të barabartë. Adhurim, kujdes për prindrit, kujdes për ato të afërmit farafisin, kujdes edhe për jetimet. Kur jemi ke jetimet e shikoni se sa rëndësishme është përderisa Allahu xhelle xhelaluhu e ka afruar tek adhurimi. Pra, adhuro, kujdesu për jetimin, edhe për ato 2 tjera që i përmendëm. Inshallah për tjera do të flasim në xhumat e ardhshme. Çka është ky jetimi? Shumica ju të gjithë e dini. Normalisht quhet një fëmijë i cili nuk e ka babain, por mund t'ia qellojë që s'ka as babain dhe as nonën. Nëse e ka babain dhe nuk e ka nonën, nuk quhet jetim tek njerëzit. Ndërsa tek kafshët, nëse nuk e ka nonën, ka babën, quhet jetim. Për arsye se kafshët kanë tjetër program, tjetër drejtim. Ata i merr ajo nona vet, për shembull, do të zojt e keni pa ju. Kujdeset dhe i mëson me klot, ju gjen ushqim rreth atje. Ndërsa ke nonat që ndrojnë ndryshe. Është babaja
kryetari i familjes, ai i cili kujdeset dhe siguron ushqimin. Kjo është për ta la, për ta shpla, për ta rregullu, për ta vënë gjumë, për ta rujt ato rreth shtëpisë. No. Edhe me të vërtet jetimi ka një status të veçantë. Kemi thonë vazhdimisht që ne kemi amanet çdo gjë në këtë botë. Ai që është i drejtu, ai që është i udhëzu, ai ka amanet çdo gjë. Kemi thonë që ke amanet veten tënde. Mu kujdes për veten tënde. Trupin tëtë nuk ke drejta që ta shkatërrosh e të bësh çfarë dush me të. Se është krijesë e Zotit xhallahu. Pra nuk lejohet ta dhunosh trupin, ta vrasësh veten, ta helmosësh veten, ta qekosësh veten siç bëjnë disa grupe njerëzish në botë. Absolutisht, është krijesë e Zotit. Pra duke filluar nga vetja, të kujdesesh për atë. E ke amanet. Po ka amanet fëmijët. Më kujdes shumë bashortën, shpinë ku jeto, e ke amanet, me erujt, më kujdes për të. Tokën, më kujdes për të, me erujt. Pemt, më kujdes për të. është më për të shkull këtu, me shkull avash me mjell vend tjetër, apo me mjelli tjetër në vend të saj. Kom gjeti gjaje, Zotë e bekovë, inshallah. Slejde me prek kalamajtë dhe me shkulli pem, as me e prejo, pa për një tjetërën me vendos të thoshtë. Normë, prej normëve të besimtarit islam. Po një kohësisht në kina amanet edhe kafshët. Shumicën e njerëzit në përbot, që janë të civilizuar, kështu i themi ne, që e quajnë veten, shkatrojnë kafshët, tallen me kafshët. I keni pa, besoj, disa lojna që luajnë me kafshët, derisa ta mesi duke i gjujt me shtiza. Hata. Se ku do shkoj trupi dhe shpirti atyne, Allahu e din. Por një nga gjinofe dhe rënda. Ne kemi të nalu me rëpsisht. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur një devet duke qenë. Dhe ju ka anku pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ky zotëria im po mlodh shumë. Mlet pa hangër, pa ujë. I tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shkoj tha sta jap më. Se e ke torturu. Ere keni parasysh që para rreth një 30 apo 40 vitesh ka qenë puna vetëm me kafshë, dhe hala ka vende që punojnë punë që i kryjnë kafshët. Pa ujë, shkoma barë 10 ditën duke punu ka i plugu. I orët, kjo i nadhë ati që s'falet. Ati që s'ka marë asi sent, asi pjesë nga morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhel xelaluhu na tregon nëpërmjet gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe luftët kur shkoni kujdes të mbjellat, gratë, fëmijë, pleq, s'janë të angazhuar, s'janë në ushtri ata. Mos i dëmtoni, mos i shkatroni, urdhën në mënyrë absolute. Pra, ti që ke besu Zotin xhel xelaluhu, çdo gjë e ke amanet, por amanet ke edhe jetimin. Statusi i jetimit do të thotë pra sikur e përmenda që nuk e ka babajin. Mund të jetë shumë i afërt i jotin, deri i vllajt tat. Ai fëmia, pra vllai nuk jeton prej arsye apo prej tjetër, ajo bashkëshorti ka ngele veme me 2-3 kalamaj në moshë të vogël, të i e përgjegjësi atyre. Me u kujdes për ato. Shpërblimi që ka caktuar Zoti xhel xelaluhu është shumë i madh. Na vjen një hadith në librin e Buhariut, nëse s'gabohem, edhe thot, ai i cili kujdeset thot për atë non në jetimin, edhe për ajo të jetimit, konsiderohet sikur ka dalë luftë me mbrojt jetat, pasuritë, gratë, nerin e muslimanëve. Sa të vazhdoj duke u kujdes për ato jetim, edhe për atë vejush, është një lloj thot si me qenë aty në breg në ballë luftës. Dhe jo vetëm kaq, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po konsiderohet sikur po falet gjithë natën. Gjithë jetën. Namaz natë, dhe jo vetëm kaq thot,
por konsiderohet sikur